Publikohen mesazhet si Lul Morina i dha 25.000 euro personazhit anonim në emër të Bexhet Pacollit. Në një vend me nivel të lartë korrupsioni si Shqipëria, biznesmenët vazhdojnë të mashtrohen duke u dhënë mijëra euro personazheve anonim në emër të politikanëve apo zyrtarëve të lartë. I fundit që ka rënë pre mashtrimit ka qenë edhe biznesmeni Julian Morina, i njohur ndryshe si Lul Morina. Ai njihet për afërsinë me politikanët e lartë Partisë Socialiste, teksa është nën hetim për ndërtim pa leje në Tiranë, si dhe ka dëshmuar në SPAK për disa transaksione bankare me vlerë mbi 100.000 euro, transferta këto që janë kthyer gjatë vitit 2016-2017 tek llogaria e Fatlinda Tahirit, bashkëshortja e ministrit të Brendshëm të asaj kohe Sajmir Tahirit. Gjithsesi, mashtruesi për ta futur në Grack Lul Morinën nuk ka përdorur emrin e një politikani të Shqipërisë, por të ish presidentit Kosovës Bexhet Pacolli. Ka mjaftuar vetëm një emër, kontakti Bexhet Pacolli në WhatsApp dhe bashkangjitur foton e Bexhet Pacollit që mashtruesit t'i merrnin Lul Morinës 25.000 euro. Mashtruesi ka kërkuar biznesmenit në emër të Bexhet Pacollit disa mijëra euro, të cilat pretendoheshin se do të shkonin për iftar. Ai ka kërkuar që përmes skemës mashtrimit t'i marrë Lul Morinës një herë 12.000 euro, ndërsa herën e dytë 13.000 euro të tjera. Gjithashtu, është publikuar dhe një foto e filmuar nga kamerat e sigurisë ku shihet një person i cili hyn i shkujdesur në ambientet e hotelit Radisson Collection të Lul Morinës në Tiranë. Ai ka vendosur një kapele në përpjekje për të mbuluar portretin e tij, teksa ka arritur t'i marrë 25.000 euro biznesmenit. Me të njëjtën skemë mashtrimi kanë tentuar t'i marrin lekë edhe biznesmenit Gazdemi, presidentit të klubit Partizani, por nuk kanë arritur dot, pasi janë pikasur dhe janë vënë nën hetim nga autoritetet. Autoritetet dyshojnë se mbrapa kësaj skeme mashtrimi qëndron një grup i strukturuar për të cilët kanë nisur edhe hetimet e imtësishme dhe detajet të tjera priten në vijim. Lidhur me rastin në fjalë, reagoi dhe Bexhet Pacolli, ku pretendonte se në emër të tij biznesmenëve u ishin kërkuar edhe shuma të mëdha deri në 95.000 euro. Kujtojmë se në Shqipëri janë regjistruar edhe me 10 raste të tjera ku biznesmenët kanë rënë pre mashtrimit duke u dhënë personazheve anonim me 10 mijëra euro në emër të zyrtarëve të lartë si Edi Rama, Tauland Balla, Erion Veliaj, Ermal Dredha dhe Rakip Psuli, si dhe disa ministrave të tjerë. Mbrapa kësaj skeme dyshohet se qëndron Florian Gjergji, i shpallur prej vitesh në kërkim.